Ta bën fëmija çka sheh, a çka i thu. Unë jam Anduena edhe ky është mendimi jam. Po ja nisi me një pyetje. A janë më mirë fëmijët e nanave që punojnë apo atyne që s'punojnë? Se gjithmonë janë dy narrativa. Nana duhet me nejnë shpe ose nana duhet me punu që me qenë shembull. Ama realiteti është pak më kompleks. Se fëmija nuk rritet prej fjalëve, po prej modelit. Bën çka sheh, jo çka i thu. Një student prej Harvard University kallëzon që vajzat e nanave që punojnë kanë më shumë gjasa me qenë të punësume edhe me fitu ma shumë. T'jam të ndërkohë, përfshihen ma shumë në familje. Ama kjo se bën nanën që s'punon ma pak, se ajo punon veç që pa rrugë. Edhe fëmija mëson prej saj për kushtim e kujdes. Pra nuk është kush e ka ma mirë, po është çka po sheh fëmija çdo ditë. Nëse sheh respekt për veten, e mëson. Nëse sheh lodhje e mungesë mbështetje, e normalizon. Problemi s'është a punon nana ajo, po a ka zgjidhje, a ka mbështetje, a ka balans. Se në fund s'ka formulë perfekte. Ka veç një të vërtetë. Fëmija bëhet versioni i asaj që e sheh çdo ditë.